Atëherë, të nderuar të pranishëm, të nderuar miq, të nderuar ardashës, ju uroj mirëseardhje në këtë ditë të veçantë. Sot nuk jemi mbledhur për të parë piktura. Jemi mbledhur sot këtu për të përjetuar një rrugtim të brendshëm, thellësisht njerëzor, që merr formën nëpërmes ngjyrave, formave dhe emocioneve. Autoria që kemi kënaqësinë të prezantojmë sot, Hasbushe Ziberi, është dëshmi se arti nuk njeh kohë, nuk njeh kufi dhe domosdoshmërisht nuk kërkon një rrugtim të caktuar, por ajo është një shpirt krijues që e ka ushqyer pasionin e saj në heshtje me përkushtim dhe shumë dashuri, duke e kthyer atë në një gjuhë autoktone dhe thellësisht individuale. Që në moshë të hershme, Bushja, ashtu siç e njohim të gjithë, së bashku me motrat e saj dhe nënën e saj, kanë ushtruar pasionin e tyre për artet aplikative, gjegjesisht për veshjet tradicionale. Paralelisht, Bushja kultivoi edhe zërin e saj të mrekullueshëm, së bashku me korin e grave Teuta, na bën krenar edhe jashtë kufive të Tetovës, ku bën pjesë e kujtesës kolektive me prezantimin e tyre në një spektakël televiziv. Andaj sot do ta shfrytëzojmë rastin, t'ju përshëndesim të gjithave edhe njerë publikisht që na e dhatë këtë emocion para disa kohësh dhe ende edhe sot e kësaj dite e mbaj mend me shumë kënaqësi. Këto pasione nuk ishin thjesht interesa, por ato u bën frymëzim dhe një mënyrë për ta kuptuar botën dhe vetveten. Kjo ekspozit nuk është vetëm një arritje e Bushes, por kjo është një thirrje për ta dëgjuar atë zërin e mbrendshëm që çdo njëra prej nesh ndoshta mund ta ketë, por e mban në fshehtësi. Kjo është një akt guximi. Bushja nuk vjen para nesh vetëm si një piktore, por ajo vjen si një rrëfimtare me shumë emocione, si një grua që ka zgjedhur që ta shpalos një univers të saj të brendshëm, një univers të mbushur me ngjyra, kujtime, dashuri, në 72 pranvera të plota në trëndafil. Tek Bushja, trëndafili nuk është thjesht një lule, por është një histori. Në çdo petal që hapet dhe në çdo petal që bie, fshihet një kapitull, i gëzueshëm, i trisht, i lumtur, por edhe i thellë. Në pikturat e saj, sythi i trëndafilit shpërthen ngadalë, si kujtimet e rinisë, plot energji, ëndra dhe dritë. Petalet e hapura pasqyrojnë pjekurinë, momentin kur njeriu fillon ta kuptojë veten dhe botën përreth tij. Ndërsa vyshkja nuk është fund, por një transformim, një urtësi e lindur nga përvoja, një qetësi që vjen pas rrugtimit. Pikturat e Bushit i përkasin realizmit bashkohor, me ndikime impresioniste, ku vëzhgimi i formës ndërthuret me ndjeshmërinë ndaj dritës. Ngjyrat e pasura dhe penelatat e lirshme krijojnë një sipërfaqe dinamike, ndërsa nuancat e shumta brenda petaleve ndërtojnë thellësi dhe volum. Ndriçimi i butë u jep formave një cilësi organike dhe të gjallë. Siç thash, në artin e Bushes trëndafili bëhet një metaforë e jetës, e pasioneve që nuk shuhen, e emocioneve që mbeten dhe një qetësie të brendshme që vetëm koha mund të na dhurojë. Bushja, ashtu si trëndafilat e saj, vazhdon të lulëzojë, edhe në heshtje, edhe në këtë moshë të pjekurisë. Sepse ndoshta bukuria nuk qëndron vetëm te lulëzimi, por në gjithë rrugtimin, prej te sythi i mbyllur deri te petali që bie në heshtje. Andaj, le të duartrokasim dhe me zemër të hapur ta urojmë këtë cikël të ri të jetës të Bushës